Pavarësisht hapjes zyrtare të merkatos së janarit e vllaznia situata mbetet e ngrirë për shkak të bllokimit të merkatos nga FIFA si pasojë e detyrimeve të prapambetura ndaj futbollistëve. Aktualisht klubi Shkodran ka 4 çështje të hapura në gjyqjet e FIFA-s, ndërsa i vetmi rasti i zgjidhur plotësisht është ai i Marko Jurić. Kjo situatë pamundëson vllaznin të kryejë lëvizje konkrete në merkato edhe pse interesi për emra si Kevin Dodaj apo Redon Xhixha ka ekzistuar. Kontakti ka mbetur vetëm në nivel informues pa mundësi formalizimi deri në zgjidhjen e bllokimit. Në këto kushte, 9 herë kampionët e vendit do ta nisin pjesën e dytë të sezonit duke u mbështetur te grupi aktual, i cili ka qenë protagonist në 2 fazat e para të A-Business superiore. Një situatë që sipas burimeve pranë klubit nuk shihet me shqetësim, pasi besimi te potenciali i skuadrës mbetet i lartë. Gjithsesi, drejtuesit kërkojnë një zgjidhje sa më të shpejtë të çështjeve ligjore për të shmangur sanksione të tjera dhe për të menduar për sezonin e ardhshëm. Një lajm pozitiv për Kuqeblut është rikuperimi thuajse i plotë i grupit. Pas 2 sezonesh të vështira të shoqëruara me dëmtime të shumta, aktualisht gjendja fizike e skuadrës konsiderohet optimale. Futbollistë si Çato, Kallaku dhe Balaj janë rikthyer në formën e tyre më të mirë. Çato u rikthye në fund të vitit 2025 pas një dëmtimi 2 mujor, ndërsa dyshja Kallaku Balaj ka luajtur me sakrificë javët e fundit për tashmë është plotësisht e gatshme. I vetmi futbollist që vjen në rikuperimin është Christian Dros. Mesfushori moldav pritet të rikthehet në dispozicion të trajnerit Edi Martini në mesin e muajit janar. Dros mungon që nga java e 6 në ndeshjen ndaj Elbasanit. Stafi teknik po treguohet i kujdesshëm për të shmangur rikthimin e problemeve fizike, një element që ka penalizuar skuadrën në të shkuarën. Ndërkohë, minifaza përgatitore në Ulçim po mbyllet dhe vllaznia bëhet gati të startojë vitin 2026 me ndeshjen e Kupës së Shqipërisë. Kuqeblu do të presin Pogradecin të shtunën në Loro Boriçi në orën 16 për sfidën e vlefshme për fazën e 1/8.